Në Bashkinë e Maliqit ka nisur zyrtarisht sezoni i pyllëzimeve për vitin 2026. Aktiviteti u zhvillua në ngastrën e ekonomisë pyjore Pirg Moçan, ku filloi mbjellja e fidanëve të parë të pishës së zezë, një prej specieve më rezistente dhe të përshtatshme për klimën e zonës. Sipas shefit të menaxhimit të pyjeve Niko Demollari, procesi i pyllëzimit do të vijojë në disa ngastra të tjera në territorin e bashkisë, duke synuar rritjen e sipërfaqeve të gjelbra, përmirësimin e cilësisë së ajrit dhe forcimin e qëndrueshmërisë mjedisore. Në vendin e quajtur Gradisht, rreth 1 hektar do mbillen pishë të zezë, ku do shikohet dhe në përnjësitë e tjera administrative, si në Lozhan, në Pirg, në vendin e quajtur Kodrat e Leminotit, ku kemi mbjell para 2 vjetëve dhe do vazhdojmë prapë dhe si vjetë të mbjellim rreth 1 hektar tjerë. Aty do mbjellet me blir, arkasje, drejtorinë e pyjeve ku është ngritur dhe infidanishte, kemi rreth 2000 renj pishët, panjën, kemi plep, kemi shelk. I pranishëm gjatë procesit të mbjelljes së fidanëve të parë ishte dhe Ministri i Mjedisit Sofjan Jaupaj. Ai theksoi rëndësinë e kontributit komunitar në këtë proces, duke apeluar që çdo qytetar të mbjellë të paktën një pemë aty ku jeton apo punon. Sezoni i ri i pyllëzimeve pritet të sjellë rritje të ndjeshme të mbulesës pyjore në Maliq, duke përforcuar rolin e zonës në mbrojtjen e ekosistemeve dhe përballimin e ndryshimeve klimatike.